ne menoj që i kem hup shumë, që veç po du me thonë diqka, nështë ta për herë porë. Okej. Te NATO. Kur thoshte para 3 vjete, Ramush Haradinaj antarësimi direkt NATO. Atë kujtohet që shbeshin hajgare që në studia dhe tuat. Atë kujtohet që u tranu Ramushi. Direkt NATO. Që shme shku direkt NATO? Dhe shëndohet PFP. PFP-a është mekanizm që është maru për shtetet post-komuniste, ndërsa ushtria jonë është maru me plan veprimi 10 vjeçor të Amerikës. Dhe na dhejshëm direkt NATO me Membership Action Plan. Membership Action Plan. Ambeson kur kemi shku, jo në këtë vetë, po vitin e kalumë, që në këtë vetë ton lypshin antarësim NATO. Kur lypke, kur thëjshin, kur thëj kera më thëj, kjo njëri qa ka menon, që qysh menon. Tash erdh puna që Keith Self, tu ju falenderu lobit Amerikan, tek Keith Self ka shumë ka lobue Gjino Mullici edhe Ismeti, qaj lobi që është në Knejka Dallasi, ndërsa te ricitorës heri e Rust e një pjesë e njerëzve, duhet mi audit për një lobi shqiptarë Amerikan, të përshti edhe shoqatën vatra dhe Ilmin. Mirë, për na pjesën tonë, si Alonës, na në Amerikë, kur si më shku me full kes për Albin Kurtin, kur që ma gjonë dikush 1 minutë në State Department, Pentagon, Shpit Bord, Kongres, që na kena full, kur për Albin Kurtin s'kena full, na kena full, Ramush Haradinaj ka pos një temë. NATO. Antarësimi direkt i Kosovës NATO. Tash rezoluta kur është bo, po thujnë e bënëm, kush e po të bre. Po ju s'keni besu, ju keni bëha i gare, ju e keni qitë, gjoja sa Alonës, a janë të padishëm. Para me në atë kishëm punu... Qështë e kam thu që ka takime të zyrtarëve të qeverisë që janë marrë me deklarimet njerëzve të kësa? Ka njerëz të vetë vendosjes që në shkue në Këshill të Evropës s'kanë lotë zezë pa thonë për kolegët e vetë në prezencë. Po s'po du më zëmë shtinë, mua nesë për meni janë, më zëmë lëpemna. Po e qa du me thonë se thëjshin... Këshill të Evropës dihet ku shumë shku? Jo, thëjshin për... A ju kujtojt një fotografi e kryetarit me Grenellin? Thëjshin u shku, betohem, gjdo ta kem kom qenë në Pentagon, gjdo ta kem. Ves një tim, antarësimi i Kosovës, amon rrëni në Bostil, rrune Kosovën se s'ka popull ma dashamir, as shoqni ma shumë ma pro-Amerikane se na. Mirë, që